po kjo veç është tragedi edhe nuk është komedi fare. E kemi shtetin më të varfër në Evropë, me shëndetësinë më dopt, me arsimin më dopt në Evropë, edhe s'kemi qeveri. Kjo kishte me qenë normale, nështë me pas luftë politike në Belgjikë dhe në Danimarkë dhe në Suedi, po në Kosovë çdo sekond që s'kemi qeveri është e dëmshme. Zoti Kajtazi po thotë ku me marë, mos kemi qeveri. Nuk pajtona. Shumica e vendime në qeverisë janë dëmshme. Kosova duhet me pas qeveri. Po pësojnë për i dëdome. Kosova duhet me pas qeveri, Kosova duhet me pas institucione, Kosova duhet me jetë përpara nëse dojna me pas në arështet normal, edhe mos më konë të fundit në gjithë shka në Evropë, më konë spakut para fundit. Këto ditë që na të i hup, mas shumë të i hup popullë, mas pak të njerëzit që janë të e bloku këtë vend. Kështu që në kushte normale ishtë dash me qenë shumë ma ta grivum na si popull edhe me pas pajtona me Zot Makbule protesta, blokadat parlamentit, gjana shumë ma radikale, po ndoshta edhe këtë... Delni t'ju në protest? Pa tjetër, po nesër kësha me dalë protest nëse është që shkëm dalë në 150 protesta dhe i tash, që me bloku këtë parlament dhe risot të gjeni zgjidhe. Qëfar do zgjidhe qofta jo? Ky shtet nuk e meriton me najtë pa institucion. Sa protestet do duhet kështë? Po me mbyllë mërana, dhe sa të zhjeli në Albulena Aziuna. Po nuk e di, a me mbyllë mërana, po me i bu presion, sepse protesta është tragjike. Ja, nuk është ashtu. Jo bre është ma tragjike se që po e bëj është situata. Jo, situata është... Do institucione funksionojnë e pa qeveri. Rasti Belgjikës ka shku 500 ditë pa... Me Belgjikën vetëm. Azren, është të mërshme bre, Azren. Belgjika e ka rrugën mesatare ndërmat majat. Azren. Jo, nuk është veç për imash. Prezidenti Vučić tash takohet me prezidentin Trump. është duke pritur atje në... Na dojmë kërkush mu taku me administratë amerikane. Aspektin diplomatik në abon dom. Kosovës i vynë një qeveri e cila i ka dyrë të qelë në E drejti lirë, po. Viti 2025, 100 herë kom thonë është qatë shumë përcaktus për këtë vend, edhe kom me thonë dejsa të përfundon që këtë vit, e manej vitin ashtë kom me thonë krejtjon pasojat pëse i kemi hup 2025. Veç të urojmë që të ndryshojnë diçka dhe mos flasim për pasojat, për rezultate që arritën duke shfryzuar vitin 2025. Të më thonë me dalë në televizion, një person si ti, intelektuale, me thonë nuk është qas tragjike, pikrisht është mja u bo qefin që të njerëzve qëto. Po nuk është normale që po është gjendje jashtëzakonshme, është gjendje ma jashtëzakonshme se që është. Sepse s'kena shtet, s'ki qeveri, s'ki taku. S'ki pushtet, shtet kije. Po se eksiston shteti pa pushtet. Jo eksiston. Jo ndo ushruzëtyra, aty që hecin tutje. Po t'ja po tu vetë që s'mujnë me maras një vendim ata konkret. Politikën e jashme jo, edhe që e domi që i për Kosovë, që e tha i liri. Politikën e brendshme? Dalin pagat, këtë to ecin. Vetëm pagat me dalë kjo problemi qytetarëve sot. Po shteti ka veç me dalë pagat. Jo veç me dalë pagat. Ka shumë të tjera. Pra funksionon edhe për një periudhë kohore, njërë malë shoqënia.